700.000 pensionistë të cilët janë ende me pensione urie. Unë me habi pozitive konstatoj që në kuvendin e vitit 2025 Partia Demokratike po përmend fjalën minator dhe sigurisht që e mbështes propozimin për shqyrtimin e kësaj çështje. Megjithatë, edhe përderisa u fol këtu për statusin e minatorit, dua të kujtoj që kur ishte 8 vjet në pushtet, nuk e miratoi statusin e minatorit dhe shumë mirë që e propozon për miratim. Shpresoj që të njëjtën gjë të bëj edhe pala e majorancës, të merret me problemet reale të vendit dhe jo t'i përdor minatorët vetëm për retorik. Nga ana tjetër, më bën habi fakti që zonja Tabaku përmendi sot protestën e minatorëve, por vetëm pak metra larg protestës e minatorëve po zhvillohej protesta e pensionistëve për 700.000 pensionistë të cilët janë ende me pensione urie dhe më habit fakti se si deputet e Partisë Demokratike nuk i vun re protestën e pensionistëve, i cili shqetësim jashtëzakonisht shumë i madh që duhet marrë në konsiderat dhe duhet futur në rendin e ditës. Kështu që uroj që si Partia Demokratike, ashtu dhe Partia Socialiste, të bien bashk në konsensus për të shqyrtuar problematikat e këtyre dy grupimeve sociale. Faleminderit.